apo edhe më herët pra që ka ndodhur në Shqipëri, një protestë e cila është fokusuar tek pankartat, tek flamuri kombëtar dhe që protestuesit angazhohen dhe sigurojnë se protesta do të vijojë deri në plotësimin e tyre, pra plotësimin e kërkesës së tyre që është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Patjetër, qytetarët janë më se të informuar për çfarë është duke ndodhur, të paktën ata e dinë se sa është numri i protestuesve i cili rrugton me ta apo marshon nëpër rrugët e Tiranës apo proteston përpara kryeministrisë, kështu që i bie që dihet nëse ato themi pamje që dalin nga Tirana janë me AI, sikundër ndodhi ajo e autobusëve grek që gjoja vinin nga Greqia për të marrë pjesë në Shqipëri, apo agjenturat e tjera iraniane, apo ruse, apo nuk e di çfarë emri tjetër i është vënë atyre. Të paktën qytetarët shprehen të sigurt në kërkesat e tyre që lidhen me dorëheqjen e kryeministrit për shkak të korrupsionit, për shkak të shëndetësisë, për shkak të arsimit, për shkak të shpopullimit, për shkak të çmimeve, janë çështje që ata i prekin pra në përditshmëri dhe më shumë se sa dezinformimi, ata jetojnë me realitetin. Dhe pyetja që ata ngrenë është që përpara kësaj interviste ishin disa të rinj të cilët deklaronin kush jeton në realitet me shqiptarët. Pra, cili i realiteti është i vërtet? Ky realitet që ata deklarojnë se Shqipëria ka korrupsion, ka situata sektor që nuk po ecin ekonomik e tjerë, apo ajo çfarë deklaron kryeministri Edi Rama? Tani, përtej agjendës që ka kryeministri, protestuesit kanë një tjetër agjendë që lidhet me dorëheqjen e tij, dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, e gjithashtu edhe kërkesat që të cilat janë bërë shkak që ata të dalin në këtë ide që lidhen me korrupsionin e theksova, që lidhen me shpopullimin e Shqipërisë, që lidhen pra dëshmia e shpopullimit të Shqipërisë janë edhe protestat e diasporës, të cilat ne kemi parë transmetuar në News 24, ku është bërë e qartë që numrin e lartë të shqiptarëve të cilët ndodhen edhe në shtetet të ndryshme të botës, të cilët shprehen kundër asaj çfarë ndodh në Shqipëri, për këtë arsye janë duke artikuluar kërkesën e dorëheqjes e jo vetëm për shkak të problematikave të ndryshme. Pra, nuk është më çështje zvërneci, por janë njësër çështjes të ngritura nga qytetarët që lidhen me keq funksionimin e këtij shteti dhe përqendrimin e sektorëve kyç të ekonomisë në disa duar të përqendruara, të cilat qytetarët thonë se janë afër kryeministrit. Sepse ne nuk jemi ata që do jemi në politikë. Ne kemi qenë ajo shkëndija, fia shkepsës, por paruti ka qenë në përtokë. Ka qenë problemet e shqiptarëve. Një thirrje kam për të gjithë të rinjt, që janë këtu, të reflektoni. Flamuri amerikan duhet jetë mes ne, sepse Edi Rama tërtari popullit shqiptar, po mundohet të përdor narrativën sikur kjo protesta është kundër popullit dhe flamurit amerikan. Pritet të jetë një protestë e ngjashme në informacionet që un kam, pra një protestë e ngjashme e cila pritet të ndodhë edhe ditën e nesërme, teksa janë ftuar edhe qytetarë nga qytetet të Shqipërisë, por jo vetëm, por edhe diaspora e Shqipërisë. Të paktën kjo është bërë e ditur edhe nga fjalimet që janë mbajtur përpara kryeministrisë. Do t'ju shpjegoj që flamuri amerikan dhe Amerika ka qenë dhe është dhe ne jemi gjithmonë në popullin amerikan. Shqiptarët nuk i përfaqëson një drogaxhi, një çmendur siç është Edi Rama.
ose Edvin Ramovici. Prandaj së më shumë jam uj Amerikan që ta marrë vesh bota që kjo protest nuk është më vetëm për flamingot, po është për te flamingove, është për 1001 hallë që i ka populli shqiptar. Gjithashtu ju që tashmë edhe njihni njëri tjetrin, edhe njihni disa prej nesh, duhet të runi gjithmonë atë narrativën e qetësisë, sepse politicianët i ka paniku, në veçanti ajo që më vjen shumë çuditshëm është opozita. Kreet e opozitës që duhet jenë për turp, ata janë ato që po përdorin më shumë njerëz për kërcënime dhe shantazhe. Duhet të kuptojmë që kjo protest dhe rëzimi sistemi 35 vjeçar do ju shërbeje partive që do reformohen me njerëzit me integritet. Opozita ka humbur shancin e fundit historik për të vetë pastruar nga pengmarrja. Në ditën e 4 ose të 3, kryetari i opozitës që është Paterica Edvin Ramovici Saliu duhet të kishte dhënë tërheqje bashkë me Kupolën që pëtoja të hape dhe që dozoj të rive. Unë njoft plot djem me vajza në opozit, por në pozit që janë të mirë, por nuk kanë mundësi të shprehen, sepse këta dhunusit e politikës prote 5 vjeçari kanë marrë peng. Ne duhet ftojmë edhe punonjësit e sektorit publik, të cilët keq paguhen. Duhet t'i ftojmë t'i bashkohen protestat gjithmonë duke ndetë në distancën e dur, pa provokime, pa agenda. Kjo proteste hallet e shqiptarëve nuk zgjidhen me 10 ditë. Do ta kuptoni që prota 5 vite halle nuk zgjidhen me 10 ditë. Duhet keni koherencë, qëndrueshmëri, ndërqeqje, duhet kuptoni cili është qëllimi madhor. Qëllimi madhor është rrëzimi sistemit një herë mirë. Tërheqje, reformim, qeveri teknike, gjithçka që të shkojë në shërbim të shqiptarëve. Kjo Shamburg, Rama Burberi 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 Shamburg. Rama Burberi Shamburg, Rama Burberi Shamburg, Rama Burberi Shamburg, Rama Burberi Shamburg. Që ta kuftoni një
anti-shqiptare. Shpesh herë thonë kush do na udhëheqë, mbani mend. Ne kemi vetëm jashtë atë dheut. Zvërneci, në fyë doju ngeci. Atëherë që ta kuptoni se kush do udhëheqë Shqipërinë e re, është shumë e rëndësishme. Ne kemi mbi 1000 shkencëtar, pedagog, edhe specialistë të fusha të ndryshme jashtë të dheut që janë të gatshëm të kthehen në momentin e dur të kontribuojnë për Momodheun. Kemi plot djemë dhe vajza, mos keni frikë të kjo pjesë. Shqipëri e re! 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 Ndoshta keni parë që gjatë kohës që ne protestojmë në Tiranë, firmat e lidhur opozit, familja Berisha dhe familja e Edvin Ramovicit kanë vënë një garë të ri në Begdetin e Riolit, atje ku është bërë një betejë qytetare. Ndoshta me ta 13 banorë të Riolit kanë thirrë një protestë atje dhe ata kanë 4 muaj qëndres të papar, por media e lidhur me oligarkinë dhe sistemin e tyre nuk e ka pasqyruar sa duhet. Unë personalisht kam marrë pjesë 3 herë atje në mbështetje banorëve dhe disa herë të në Tiranë. Prandaj Rioli ka qenë beteja e ndezjes së gjithçkaje, Zvërneci ka qenë pija shkretës. Duke qenë që ju keni pa dhe rritjen e temperaturave dhe ne shqiptarët jemi boj fjet ndjeshëm, ku thëmë ne shumica, se dhe ai kondicion i rrit krijon një lloj rehatie ku ti s'ke dëshirë të dalish në dhamë. Kështu që do presim edhe një 5 minuta për pjesën tjetër që kanë ngelur edhe në trafik, pasi policia nga dita e djeshme, siç e keni vënë re, ka filluar të shantazhoje edhe aktivistë të ndryshëm, edhe qytetarë të tjerë, në veçanti në podrumin këtu. Është shumë e rëndësishme të dimë që mbram disa nga aktivistët dhe qytetarë këtu te kjo shesh piramida, se kjo nuk është shesh ma, është piramid, janë kërcënuar 3 motor aktivistë që janë motrat të cilat i njohë për 10 vitesh dhe me artin e tyre, përmes artit të tyre, ata frymëzojnë shumë bukur, si që keni pa me ato fëmijë që bëjnë pikturat dhe karikaturat e politicianëve të korruptuar.
analizat e bëme online nga të rinë, nga e gjithë bota, po që janë shqiptarë, edhe funksionojnë në formën e Meri Mangës, askush se një askand, del që parulla që i bashkon të gjithë shqiptarët e dëshpëruar, shqiptarët e vjedhur të dhënuar, është kjo parull. Ramazan Berisha Burg! 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 Atëherë pse është e rëndësishme që të ndërgjegjësoni njëri tjetrin, të keni durim, dhe pse kjo betejë do zgjaset disa ditë. Në mërgatën tonë po organizohen aviona charter nga Anglija, direkt me 450 shqiptarë për shembull për Lagjitë. Tashmë kemi shumë që kanë nga Gjermania, Italia, vetëm dje dhe sot kam takuar privatisht mbi 150 mërgjimtar, pa llogaritur pjesën tjetër që ka ardhur në shesh. Mos harroni, nesër është një ditë shumë e rëndësishme për historinë dhe kulturën shqiptare. Është lidhja e Prizrenit. Prandaj ne sot duhet të deklarojmë lidhja është gjallë! 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 Imagjinoni rilindasit e vërtet, sheshin 128 vite më parë, ata shkrinë pasurinë e tyre për Shqipërinë. Ndërsa këta politicianët tanë qaftar shitën Shqipërinë për të krijuar pasuri. Edhe ne do ta japim jetën për Shqipërinë. Bravo! E Tirana o doktor, jeton heqem sa më parë. E Tirana o doktor, jeton heqem sa më parë. E Tirana o doktor, jeton heqem sa më parë. E Tirana o doktor, jeton heqem sa më parë. E Tirana o doktor, jeton heqem sa më parë. Që gjatë marshimit, fëmijët dhe gratë të jenë para. A shumë e rëndësishme. Bane me, kjo është goditja që ka ardhur falë reagimit tuaj, falë reagimit të rinisë. Prandaj edhe policët, nuk ka polici, nuk ka shtet që mund të hedhë gaz lotësillës ndaj fëmijëve dhe grave. Duhet ta ruajmë këtë që ta lëzojmë gjithë sistemin dhe t'i qojmë në koshin e plerave një herë mirë ashtu si që takon.
na shikojnë ne përmes internetit që janë mërgata, është zemra e shqiptarisë, është mërgata. Edhe në ashe e humë fëmin nuk do unimi ma. Prandaj ju lutëm të gjithë prindërve të ruajnë qetësinë, të mbajnë fëmijët afër, mos të hinë diku, janë njerëzit shumë të ngjeshur, që të jemi më të sigurt dhe mos të kemi inskenime apo dhe mund të kenë dot në të këtë. Ju lutëm gjithë prindërve të bani fëmijët afër qatë protestës. Tani dal nga dal do marshojmë, e di se shumë për ju duan të vrapojnë, mirë po ta shohat vrap me shku mu përballë me këta kriminella do ishte dhe ma mirë, prandaj ju lutem edhe një herë t'i lejmë fëmijët dhe gratë, para aty të semaforit do bëhet rreshti. A shumë e rëndësishme fëmijët dhe gratë para i lutem. Marshojmë dal nga dal. Bravo për Berisha! 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 Ecë pak po shpet.
mos hamo kare, se do të shim bëllë, legën. Që gjenë? Ha? Po të hamo, që shim bëllë. O pite, mos fetë shumë. Shi se ka von karigën ky malla, e. Arjani malla. Veje, Kur ta vej më shpirë? do të veje. Ha? Si ka punë gjo jetë që këtë. I kanë thonë bro më. Ha? Vetë se mos vritë. Po bro, po të shikë se pashe ti. Po bro, po. Arjan. Ore, karigën ta kisha vonë kërkrau tjetër e vla, a e që më të dot? Se kom keqa shumë. Ja kom keqa shumë, pra ndaj. Baba. Sa? Po bra, po, Ua? e kom shumë. Unë të shqip, jam të makina gende, po i ke Isha për të atje. pak neve kras tjetër. Se bot ato? Po hypi kështu për rrigës, me hypi kështu prapë. Arjan. O vlla, kur ta shu, kaloj makina mund mes. Ta shi që do marrë turma. Am kupto. Mirë, vlla.